Faza portokalli me temperaturat e larta, të cilat këto ditë arrin deri në 40 gradë Celsius, ka shtuar paralajmërimet për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, e veçanërisht të punëtorëve që janë të ekspozuar drejt për drejt ndaj vapës. Drejtoria për punë hidrometeorologjike publikoi të dhëna zyrtare për temperaturat e ajrit të matura në orën 14 në stacionet matëse në mbar vendin. Sipas të dhënave, temperatura më e lartë në orën 14 është regjistruar në Demirkapi, ku termometri ka shënuar 37.3 gradë. Menjëherë pas saj rënditen Kavadari dhe Shkupi me 37.2, ndërsa në Gjevgjeli janë matur saktësisht 37 gradë. Moti ka qenë më i freskët në zonat malore. Në Kodrën e Diellit janë matur 21 gradë, në Krushevë 28, ndërsa në Ohër 30.5 gradë. Pas temperaturave përvoluese, për nesër paralajmërohet një freskim i lehtë, por vetëm në pjesët më të larta të vendit. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njofton se moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me vranësira të pakta deri mesatare lokale. Pasdite në rajonet malore do të ketë kushte për reshje afatshkurtë shiu dhe paraqitje të rralla të bubullimeve.